Ju keni të ardhme të mrekullueshme. Keni të ardhme të mrekullueshme. Historia juaj s'është paracaktimi juaj. Ju keni të ardhme të mrekullueshme, por do ta humbisni nëse vazhdoni të kapeni pas së shkuarës. Në rregull, do të bëj një seri mesazhesh me titull Të ngulmosh dhe të ecësh përpara. Nuk dua trokitët, por e prisja këtë. Doja ta quaja të ecësh përpara me rëshkitje, sepse na pëlqen më shumë rëshkitja se sa ngulmimi. Fatkeqësisht, dhe kjo nuk është një akuzë kundër ndonjë personi, por duket sikur sot njerëzit nuk kanë këmbënguljen që kishin më parë. Dhe mendoj se kjo ndodh nga që jeta është bërë kaq e automatizuar, sa që nga një anë është e vështirë, por nga ana tjetër është e lehtë. Ajo që na duhet të bënim për të bërë një telefonat është e mahnitshme krahasuar me atë që bëjmë sot. Vërtet, kur unë fillova të studioja fjalën e të jepja mësim, po them, ishte një punë e madhe të organizoje një mesazh për të mësuar, sepse nuk mund të hapje internetin e të thoshe më nxirr çdo shkrim mbi mëkatin. Duhet të kishe listën sipas alfabetit, të kishe këtë e të duhej diçka tjetër. Po them, unë kisha libra rreth e rrotull meje dhe studioja ndonjëherë 7 orë për një mesazh. Dhe kështu, po, na pëlqejnë gjërat e lehta, por kur gjërat janë shumë të lehta, sinqerisht përfundojnë duke mos qenë të mira për ne, sepse gjithmonë do të ketë periudha në jetën tonë kur gjërat do të jenë të lehta dhe ose do të dorëzohemi, ose do të na duhet të ngulmojmë edhe pak më shumë. Dhe të ngulmosh thjesht do të thotë të shtysh kundër presionit. Do të thotë se armiku po vjen drejt jush dhe në vend që ju ta lejoni atë t'ju poshtë, ju thoni në asnjë mënyrë. E di se çfarë thot fjala e Zotit, dhe çdo gjë që ai më ka thënë se do të kem, unë do ta kem në emër të Jezusit. Nuk do të heq dorë, nuk do të dorëzohem. Tani mund ta imagjinoj se ka njerëz këtu, dhe e kisha këtë në zemër pak para se të vija këtu. Mendoj se ka disa njerëz këtu që ndihen sikur ka kaluar një kohë shumë e gjatë që kur Perëndia ka bërë diçka për ta. Më dëgjohet? Ata thjesht kanë pritur dhe kanë pritur dhe kanë pritur dhe nuk ndihen sikur Perëndia po i ndryshon ata, nuk ndihen sikur ai po i ndryshon rrethanat e tyre. Dhe unë thjesht dua t'ju them se për sa kohë jeni duke besuar, Perëndia është duke punuar. A më dëgjuat? Për sa kohë ju jeni duke besuar, Perëndia është duke punuar. Dhe fakti që ju nuk shihni asgjë dhe nuk ndjeni asgjë, nuk do të thotë se Perëndia nuk është duke bërë ndonjë gjë. Amen. Dhe kështu nuk duhet thjesht mos u dekurajoni dhe mos dorëzoni armët. Nëse dikush është në pikën ku do të dorëzohet, ndoshta ju erdhët këtu dhe thatë, Perëndi, duhet të kem një fjalë. Ti duhet të më flasësh mua përmes Joyce-it ose do të dorëzohem. Mirë. Unë po ju them juve se Perëndia thot mos u dorëzoni. Amen. Perëndia është duke punuar. Dhe e dini kur unë jam duke pritur diçka, dhe të gjithë kemi gjëra, sa nga ju po presin diçka. Po them, të gjithë kemi gjëra për të cilat po presim. Mund të jetë shërim, mrekulli, apo që shërbesat tona të rriten, apo dikush që të martohet, apo të mos jeti martuar, apo e dini çfarë do qoftë ajo gjë, të keni fëmijë, të nxirrni fëmijët nga shtëpia. Më parë fëmijët largoheshin kur ishin 18 vjeç, por në shkollë, tani ata jetojnë me ju dhe kur janë 40 ndonjëherë. Dhe ju duhet t'i nxirrni ata nga shtëpia. Kështu Kështu, çfarë do qoftë ajo që jeni duke pritur, nëse nuk ishni dorë, Perëndia do t'ju jap ose atë që i keni kërkuar, ose diçka tjetër më të mirë. Dua që ju ta kuptoni këtë, sepse s'dua të largoheni prej këtej pa e kuptuar. Unë jam dorëzuar 1 milion herë, por puna është se Perëndia s'do t'ju lërë të ishni dorë.
A I do t'ju ngrej për sërje, do t'ju bëj të vazhdoni. Kështu, neve do t'na duhet të ngulmojmë për dhe përmes gjërave, dhe është një parim që ne duhet ta kuptojmë. Një zog I vogël shqiponje në një vezë ka një dhëmb të vogël në majtë të sqepit. Ai nuk e ka ma të kuritet, por ai ka këtë dhëmb në majtë të sqepit, dhe kur është koha të dal nga veza, ai çukit, dhe çukit, dhe çukit, dhe çukit. Duket sikur ai do të çukis për gjithmonë duke u përpjekur të thyej vezën. Dhe dikush mund të mendoj se zogu ka nevojë për ndihmë dhe t'ja thyej vezën, por nëse e bën këtë, ajo që ndodh është se zogu bëhet I dobët dhe nuk bëhet ashtu siç Perëndia e projektoi të ishte, sepse gjithë ajo punë, gjithë ajo çukitje, gjithë ai ngulmim për të ardhur në jetë është ajo që e ndihmon atë për gjatë jetës më vonë. Kështu keni kujdes kur I bëni gjëra të lehta për fëmijët, sepse ndonjëherë ata duhet të kalojnë nëpër disa gjëra që të jenë gati të kalojnë përmes disa gjërave që u duhet të kalojnë më vonë kur jeta bëhet e vështirë. Tani, të dëshiruarit nuk bën asgjë për ne. E po unë dëshiroj. Mirë, të dëshiruarit nuk bën asgjë për ne. Ne duhet të ngulmojmë. Vera bëhet duke kaluar rrushin përmes shtypjes, dhe shpesh vera përfaqëson fuqinë në Bibël. Për shembull, vera e re nuk mund të futet në kacek të vjetër, që në thelb do të thotë se fuqia e re nuk mund t'i jepet dikujt që po kapet ende pas rrugëve të vjetra. Amen. Ju keni të ardhme të mrekullueshme. Keni të ardhme të mrekullueshme. Historia juaj s'është paracaktimi juaj. Ju keni të ardhme të mrekullueshme, por do ta humbisni nëse vazhdoni të kapeni pas së shkuarës. Dhe kështu do të flasim sot në lidhje me fillimet e reja. Por së pari, unë duhet të bëj këtë parathënie të shkurtër në lidhje me ngulmimin, sepse nëse nuk e kuptoni se jo çdo gjë do t'jetë lehtë, dhe se ndonjëherë juve do t'ju duhet të prisni dhe ndonjëherë do t'ju duhet të shtyni e të ngulmoni, dhe kjo do të thotë se Perëndia nuk na jep hir. Por hiri nuk do të thotë se Perëndia bën gjithçka që ne të rrim rehate të mos bëjmë asgjë. Amen. Prej hirit me anë të besimit jeni shpëtuar. Mirë, hiri I Perëndis është në dispozicion, por jo të gjithë shpëtohen sepse jo të gjithë do të besojnë. U bëft ashtu si besove ti. Perëndia gjithmonë na jep një pjesë, ne jemi partner me Perëndin. Thjesht imagjinoni se sa e mërzitshme do t'ishte jeta. Nëse ju nuk do të bënit asgjë, veç se të thoshnit një lutje dhe Perëndia të bënte gjithçka për ju dhe juve s'do t'ju duhej të bënit asgjë. Perëndia dëshiron të jemi partner me të kur të shohim se si realizohen ato gjëra që ai ka siguruar për ne. E shkuara është si një magnet. Ajo përpiqet të na tërheq pas. A ndjeni ndonjëherë sikur armiku po përpiqet ju kthej tek zakonet e vjetra? Ju duhet të ngulmoni jo vetëm të dilni nga gjërat e këqija, por dhe të hyni në gjërat e mira. Do të marrim paqen si shembull. Unë u rita në një atmosferë ku nuk ishte paqe, të jem e sinqert dhe s'po e egzagjeroj. Unë as që nuk e dija se çfarë ishte paqja, derisa njoha Devin. Të gjithë në familjen time ishin jo funksional. Nuk e dinim këtë fjalë në atë kohë, por ata ishin jo funksional. Shumë jo funksional. Dhe sigurisht I mat abuzonte me mua, mamaja e dinte, por kishte frikë të bënte diçka për këtë. Vëllai im shkoi në ushtri kur ishte 17 vjeç dhe u kthye me varësi ndaj drogës dhe përfundoi duke I dhënë fund jetës sepse ai ishte aq I dëshpëruar sa nuk mund të çlirohej dot dhe ai ishte njeri që nuk ngulmonte. Ai nuk ngulmonte fare. Ai donte të gjithë të tjerë të bënin çdo gjë për të. Ne e morëm në shtëpi, ai jetoi me ne për rreth 4 vite një herë, për sa kohë unë I thosha ngriu dhe shko në punë, ai ngrihej dhe shkonte. Por nëse unë nuk e zgjoja, ai rinte shtrirë dhe nuk shkonte. Dhe ju duhet
ju duhet të bëni edhe vetë sa gjëra. Mos merrni në telefon gjithmonë të tjerët e t'i pyesni se ku është një shkrim i caktuar. Kërkojeni vetë. Punoni vetë. Nëse punoni vetë, atëherë do t'ju kujtohen se ku janë gjërat. Kështu, kur nuk do ta keni të ardhmen që Perëndia dëshiron të keni, nëse mendoni se vetmja gjë që duhet të bëni është të luteni dhe ajo do të bjerë në prerin tuaj. Disa nga ju kanë gjëra shumë të mrekullueshme përpara atyre, por mund t'ju them se sa më shumë të doj t'ju përdor Perëndia, aq më shumë armiku do të vi kundër jush. Unë kam një shprehje që e them nivel i ri, djall i ri. Disa nga ju po i kërkojnë Perëndis më shumë nga diçka. Mirë, kur ju kërkoni më shumë bekime, ndoshta do të keni më shumë kundërshtime. Unë ndjeva se Perëndia më foli mua një mëngjes dhe tha, unë dua që ti të jesh më e kujdesshme me fjalët që thua, sepse unë do të hap një derë të madhe mundësie dhe me të do të vinë shumë kundërshtime. Dëgjoni, ju nuk merrni vetëm mundësi, por merrni gjithashtu edhe kundërshtime. Dhe kështu, kur Perëndia dëshiron të na ngrejë më lart, mishi ynë duhet të shkojë shumë poshtë. Dhe unë e ndjej se tani jam shumë e kujdesshme me fjalët, por me sa duket, jo aq e kujdesshme. Dhe po them, sa më shumë t'ju përdor Perëndia, sa më shumë t'ju bekoj Perëndia, aq më të përgjegjshëm është e nevojshme të jeni. Ma merr mendja se asnjë nga ju nuk ka problem me fjalët që nxjerr nga goja, apo jo? Mateu 7, 13 dhe 14 janë dy shkrime të bukura dhe aty thuhet, hyni nga dera e ngushtë. Sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërim. Dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të. Unë dua që të kalojmë aq kohë sa ta kuptojmë këtë. Unë dua që ju të hyni përmes derës së ngushtë dhe ju do të shihni në vargun tjetër. Aty thuhet sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është. Ky është përkthimi i amplifikuar. Sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Kështu është shumë e lehtë të ecësh në rrugën e gjerë. Perëndia më tha një herë, në rrugën e gjerë, ka vend për të gjitha bagazhet e tua të mishit, mund t'i marrësh me vete. Ju mund të jeni mishor dhe të ecni në rrugën e gjerë dhe shumë herë njerëzit përsëri shkojnë në qiell. Ju shkoni në qiell nga që besoni, jo nga që bëni çdo gjë me përsosmëri. S'do të bëjmë kurrë asgjë me përsosmëri. Por vërtet besoj se kur një i krishter mbetet mishor gjithë jetën e tij, edhe pse mund të shkojë në qiell, kurrë s'do të marr asnjë njeri me vete. E dini ç'dua të them me këtë? Dëshmia e tij do të jetë aq e fortë sa të marrë dikën në qiell, dhe ai nuk do ta shijojë jetën këtu, sepse e dini, ne nuk mund ta shijojmë jetën dhe të ecim në mish. Vërtet nuk mundemi. Mishi përpiqet të na gënjejë dhe të na thotë se do ta shijojmë më shumë nëse bëjmë atë që ndjejmë të bëjmë, por e vërteta është se nuk do ta shijojmë më shumë jetën nëse ecim sipas ndjenjave. Mishi do të na çojë në pikën e shkatërimit. Dhe shumë herë njerëzit më flasin për mënyrën si ndihen. E po ndihem sikur askush nuk më do. Mirë, Perëndia tashmë ju ka thënë se ju do. Me qindra e me mijëra herë, po sikur ta filloni nga kjo. Perëndia më do. Unë nuk dëgjoj mënyrën se si ndihem, por unë i lë më njanë ndjenjat e mia. Ai na thot se nëse duam të jemi në rrugën e ngushtë, do të na duhet të ngulmojmë dhe të shtyjmë pak më shumë. Po gruaja që kishte rrjedhje gjaku për 18 vite dhe i kishte shpenzuar të gjitha parat në mjek pa sukses. Dhe ajo shtyu dhe ngulmoi përmes turmës. Le të mendojmë për të për pak. Dhe unë thjesht mbyll sytë dhe mendoj për këtë grua dhe imagjinoj atë turmë. Dhe jam e sigurt se njerëzit ishin shtrënguar rreth e rrotull Jezusit. Dhe nuk e di pse mendoj se ajo grua nuk ishte një trup të madh, përfytyroi një grua trup vogël që ishte sëmur prej shumë kohësh dhe sa e lehtë do t'ishte sikur ajo të mendonte e po do ta çaj kur turmën.
Dëgjoni, disa njerëz dorëzohen në mendje shumë më përpara se të përpiqen të zbulojnë nëse mund t'ja dalin. Mos e shihni diçka të vështirë të thoni s'mund ta bëj dot kur atë. Jo, ju shihni diçka të vështirë thoni nëse Perëndia do që unë ta bëj atë, unë mund të bëj çdo gjë me anë të Krishtit që është forca ime. Ne na pëlqen ky shkrim, duar trokasim për të, por dëgjoni ç'thot. Unë mund të bëj çdo gjë me anë të Krishtit që më jep forcën. Ai na jep neve aftësinë, por duhet të veprojmë vetë. Tani dua të jemi qartë, nuk po flas për përfshirje në veprat e mishit. Nuk po flas në lidhje me përpjekjet për të realizuar gjërat vetë në mish. Mos u përpiqni të bëni asgjë pa Perëndin. Ju duhet hiri Perëndis për çdo gjë që bëni që ajo të funksionojë. Por mos prisni që hiri të jetë gjithçka që ju nevojitet. Sepse Perëndia do t'ju kërkojë të bëni ose të mos bëni disa gjëra, dhe është shumë e rëndësishme që ju t'jeni të bindur ndaj tij, qoftë diçka e lehtë apo qoftë diçka e vështirë. Amen. Në rregull, tani dua të bëj një deklaratë, dhe ndoshta do ta bëj disa herë për gjatë takimeve dhe ja edhe pjesa e vështirë, por nëse ju do të arrini ta kuptoni këtë dhe të merrni zotimin ta bëni, wow, ju do t'jeni gjithmonë të suksesshëm. Ju duhet të filloni të bëni atë që është e drejtë, edhe atëherë kur nuk ndiheni mirë. Amen. Sa nga ju luajnë golf? A luani golf? Dave ngrije dorën lart, dëgjova? Nuk qenë keni dhaj shumë, disa nga ju janë shumë të zgjuar. Por Dave luan shumë, në fakt kam luajtur golf me të për 20 vite dhe pastaj pata një problem me brylin dhe s'luajta dot më. Është një lojë që të ha shumë kohë dhe unë shkruaja në atë kohë dhe nuk kisha kohë, por goditja e topit në këtë lojë është gjëja më e çuditshme në botë. Ju s'do ta mendonit kurrë që do të duhet të rinit në atë lloj pozicioni për ta goditur topin drejt. Unë s'mund ta besoja kur Devi po më mësonte si të luaja golf, se do të isha ndonjëherë në atë pozicion që ishte i bezdisshëm dhe ta godisja topin drejt. Mirë, në një farë mënyrë kështu ndiheni kur ju merrni vendimin për të bërë diçka të drejtë dhe thjesht nuk ndiheni mirë ta bëni. Ju thoni pse duhet jemi mirë me atë person kur ai më trajtoi në atë mënyrë. Ti çfarë Perëndi? Ky njeri la kishën time dhe mori 20 familje me vete dhe ti do që unë t'i blej një sistem zëri? Çfarë? Nuk e kuptoj fare këtë. Por dëgjoni, Perëndia na ofron neve një mbretëri me kokë poshtë që të na kthejë ne me kokë lart. I pari do t'jetë i fundit dhe i fundit i pari. Nëse doni më shumë duhet jepni ca nga ato që keni. Po them sinqerisht, matematika e Perëndisë është, si ta them, funksionon, por nuk do të them më shumë. Ka përcejeni dhimbjen e ndjenjave dhe bëni atë që e dini se duhet të bëni, edhe nëse jeni ende të lënduar. Po e përsëris. Ju nuk mund të prisni derisa të ndjeni ta bëni atë që është e drejtë. Pyes veten se sa njerëz këtu sot janë të zemëruar me dikë. Nuk do t'ju them të ngrini dorën, sepse tashmë e di sa do t'jetë përqindja. E kam bërë shumë herë këtë, dhe është gati 70 apo 80%. Dhe ju erdhët këtu dhe doni mrekulli. Ju dëshironi një shërim, doni një mrekulli, doni t'jeni në shërbes, doni të ngriheni në detyrë në punë. Aha. Por vetëm kjo gjë, faleni atë person. Harrojeni, lëreni, vëreni në duart e mia. Dhe unë do të jem kompensimi juaj
më lejoni t'ju jap një shpërblim. Po ju them diçka, nëse ju nuk do të jeni më të ofenduar nga çdo gjë dhe do t'i falni njerëzit, ju do të mahniteni në atë që Perëndia do të mund të bëjë në jetën tuaj. Ju më të keni një arsye të zemroheni, por jo të drejtë të zemroheni. Sepse po të hyni më thellë kësaj, Perëndia ka një arsye të jetë i zemëruar me ne. Por prap nuk është, ai tregon mëshirë vazhdimisht, vazhdimisht. Por është shumë e vështirë. Ti nuk e di se çfarë më ka bërë mua. Me siguri Perëndia nuk pret që unë ta fal, po ja që ai pret, është e shkruar në të gjithë Biblën. Dhe në fakt, lutjet tona s'mund të marrin përgjigje. Do të harxhoni kohën kot, nëse do të shkoni tek Perëndia të luteni dhe të jeni të zemëruar. Po them, është në Bibël. Ai thotë se do të përgjigjet lutjeve dhe nëse ju keni diçka kundër dikujt, lëreni, harojeni, faleni atë. Ne nuk mund të zgjedhim ato vargje që na pëlqejnë më shumë. Po them, ju mund ta bëni Biblën të thotë çdo gjë që doni nëse do të zgjidhni ato që ju pëlqejnë më shumë. Duhet të lexojmë gjithë librin, apo jo? Të gjithë librin. Po ju them, dhe nuk e them këtë nga vetë keqardhja, apo që juve t'ju vi keq për mua, por nuk e keni idenë se sa më ka kushtuar, dhe nuk po flas për parat. Tani, edhe para po, por ju nuk e keni idenë se sa më ka kushtuar mua, që të vi nga ku isha deri këtu ku jam. Madje edhe shërimi i shpirtit tim të thyer, dhe po ju them diçka, unë kisha shumë rebelim brenda kundrejt burrave. Dhe kur Perëndia më tha se duhet të isha një bashkëshorte e nënshtruar, po ju them të vërtetën. Po them shpërtheja, e dini? Bibla thotë se provat sjellin tek ne durimin, por ato nxorën shumë gjëra nga unë para se ta arrinin tek durimi. Amen. Forca, sa nga ju zonja nuk po marri notën 10 në këtë punën e nënshtrimit? Dëgjoni, ne mendojmë se nuk ka problem. Është një epokë e re. Dhe nuk po them që ta lejoni dikë që t'ju shkel me këmbë, them të jeni të nënshtruara edhe ndaj autoritetit. Po ju them diçka, nëse jeni të dëshpëruara për një ndryshim në jetë, duhet ta merrni seriozisht këtë. Kam folur gjithmonë për paqen, por vetas që nuk e njeh paqen derisa njoha devin. Dhe pasi e pash atë të ishte i qëndrueshëm dhe njësoj për disa vite rresht, unë mendova, edhe unë e dua këtë. Unë nuk dua të kem luhatje humori dhe sa herë që rrethanat ndryshojnë, unë të isha e zemëruar gjithkohon dhe acaruar gjithmonë. Dua të them, unë dëshiroja paqe. Mirë, isha lutur për paqe. O, Perëndi, më je paqe, më je paqe, më je paqe. Dhe asgjë nuk ndryshonte, e dini pse? Sepse Jezusi tha, paqen time po ju a lë. Tani mos e lejoni veten të shqetësoheni e zemëroheni. Kështu, ai tashmë na ka dhënë atë që na duhet, ne duhet ta aktivizojmë atë dhe ta përdorim atë. Dhe mua më deshën disa vite, por isha e vendosur se do të jetoja në paqe. Dhe kështu unë fillova. Gjëja e parë ishte se fillova të kushtoj vëmendje gjërave që më shqetësonin. Mu desh të gjeja problemin e vërtet, sepse ndonjëherë ju jeni të zemëruar e të acaruar para se ta kuptoni çfarë po ndodh. Dhe kështu ndoshta duhet të shihni problemin më thellë të thoni cila është rënja e tij. Çfarë po ndodh? Unë besoj se disa njerëz, nga që janë të pikëlluar e të lënduar për diçka që humbën 20 vite më parë, e nxjerrin atë si zemrim. Ne duhet të mësojmë të jetim pas krave gjërat që janë pas, dhe ta lëm Zotin të na sjellë në një fillim të ri. Dëgjoni, Perëndia ka një fillim të ri për gjithë secilin prej jush. Ju mund të filloni përsëri. Nuk jeni në rrugë pa krye. Nuk ka marrë fund për ju. Ju nuk jeni shumë të vjetër. Mos më flisni për plakjen.
Unë do t'jem 76 vjeç për 2 muaj dhe jam ende këtu. Kështu... Po, ka disa gjëra që nuk punojnë si që punonin më parë. Janë duke më ndihmuar në këto takime, më parë i bëja vetë gjitha, por unë them çfarëdo që kam Perëndi ti do ta përdorosh. Amen. Mos më thoni se jeni të vjetër për të bërë diçka. E po, unë kam shumë fëmijë. Unë e fillova këtë shërbes kur kisha 3 adoleshent dhe 1 bebe. Mjafti pat rrethanat ku jeni e të thoni, e po kjo është e pamundur, është e vështirë. Të gjitha gjërat janë të mundura me Perëndin. Amen. Mirë, për të kapur pas fillimeve të reja që Perëndia ka për ju, ka 2 gjëra që ju duhet të bëni. Lërini pas gjërat e së shkuarës dhe ngulmoni drejt gjërave përpara. Do t'jetë shumë sfiduese ndonjëherë, por kujtoni atë që Bibla na thot, ju mund të bëni çdo gjë me anë të Krishtit që është forca juaj.